Federata Shqiptare e Futbollit përmes sekretarit të përgjithshëm Ilir Shulku është prezente në turneun e kupës Miqësia me pjesëmarrjen e 4 skuadrave kombëtare të Shqipërisë, Vllaznisë, Flamurtarit dhe ekipit përfaqësues nga Miqigani. Shulku, një turne interesant, që zhvillohet për herë të parë me këto përmasa. Vërtet shumë interesant. Siç e thatë juve, unë në fakt këtu jam prezent si Ilir Shulku, si ish-lojtar i kombëtares dhe si pjesëmarrës me ekipin kombëtar, me ish-lojtarët e kombëtares shqiptare. Është një turne shumë breslënës realisht, me i cili na kthen në kohë mbrapa, na kthen në nostalgji, takojmë shokët të cilët kemi luajtur futboll, një brez i shkëlqyer futbollistësh, një asat e futbollit shqiptar, me shumë dëshirë erdha dhe me shumë dëshirë do të jem gjithmonë prezent te këto aktivitete. Përgëzoj hysëm për zhvillimin e këtij aktiviteti dhe nëse do të kërkojë herë tjetër ndihmën e Federatës Shqiptare të Futbollit, patjetër që do të jepet ajo ndihmë. Sapo ju pash në bisedë sipër shumë miqësore me kolegën tuaj hysën ndedjat e Vllaznisë, patjetër risohet në vëmendje ndoshta edhe ballafaqimit në këtë stadium Loro Boriçi, Vllaznia Partizani, që keni qenë kundërshtar. Kjo është e vërtetë, unë me serin jam përpos që kemi qenë futbollistë, kemi luajtur shumë vite bashkë. Jemi dhe shumë shok, dhe kemi dhe miqësi familjare, dhe tani ajo që ju pat në pankim, ishim duke folur për kohën tonë ku kemi pas luajtur futboll. Dhe çfarë kujtoni konkretisht ndonjë ndeshje tipike në këtë stadium? Me realisht, unë kam luajtur me Partizanin dhe për të qenë sinqert, të gjitha ndeshjet që kam luajtur në ky stadium ndaj Vllaznisë, të gjitha kanë qenë shumë një publik shumë i admirueshëm. Ajo që më ka bërë gjithmonë çudi tek publiku shkodran, që në shumë ndeshje kur ekipi i Shkodrës nuk luante mirë dhe ekipi Partizanit ku unë kam luajtur luante mirë në duart turkiste, dhe kjo ka ndodhur vetëm në Shkodër. Për Vllazninë si vjetme, cili është mendimi juaj në këto javë të para të kampionatit, duket se ka marrë vlerësime maksimale? Kjo është e vërtet, unë i kam ndjekur të gjitha ndeshjet dhe ekipi i Vllaznisë më ka pëlqyer për mënyrën e lojës që luan, për mënyrën se si mbron dhe si ka sulmuar. Është një ekip i cili luan në fazën mbrojtëse dhe në fazën sulmuese shumë të mbledhur bashkë. Ka një trajner si Edi Martini që s'ka nevojë për komente, që ka qenë lojtar i shkëlqyer i Vllaznisë dhe një trajner i shkëlqyer i kampionatit shqiptar. Kështu që kampionati është shumë i gjatë dhe do t'i uroja Vllaznisë suksese dhe të ruan të këtë vazhdimsi. Kë shikoni se rival kryesor të Vllaznisë? Është shumë herët, por rival do të shikoja për momentin pa diskutim që emrat e mëdhenj të futbollit, Vllaznia është pretendente, tashmë deri në këtë moment është Elbasani, Partizani patjetër që është, dhe Dinamo, i cili është një ekip shumë konkurrues. Duke ju rikthyer turneut, na tha më herët si përfaqësues i federatës si institucion, por ishit edhe pjesë e ekipit kombëtar. Si shkuat në ndeshjen e dytë? Unë në fakt luajta pak, sepse ajo puna që unë kam nuk më lejon që nuk më ka lejuar realisht të stërvitem shumë, edhe për të u aktivizuar të gjithë shokët e ekipit luajta pak, por ekipi jonë nuk ka rëndësi kush fitonte, në këto turne është e rëndësishme që të takohemi, të çmallemi me njëri tjetrin dhe edhe patjetër që kur jemi pjesë e fushës është kënaqësi tjetër. Po luhet finalja, tashmë do të jetë pjesa e dytë e finales Vllaznia dhe Miqigani. Kush mendoni se mund të jetë fituese? Patjetër duhet ta fitojë Vllaznia, sepse më sa pash unë në fakt nga ekipi i Miqiganit u dukte si ekip më i ri në moshë, por ekipi i Vllaznisë ka më kualitet. Isha me Ilir Shulkun, një emër i spikatur i futbollit shqiptar, me Partizanin, me ekipin tonë kombëtar dhe për disa vitesh në drejtimin e Federatës Shqiptare të Futbollit në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm. Sot ishte në fakt si futbollist e kombëtares në turneun Miqësia. Kënaqësi e veçantë Ilir që ju shikojmë në Loro Boriçi, por si futbollist, duke kujtuar kohën tuaj të dikurshme kur keni qenë rival i Vllaznisë në këtë stadium. Kjo është e vërtet, realisht ndjeva pak emocion, sepse kur kthehesh pas disa vitesh në fushën e lojës, është emocion, sidomos me shokët me të cilët kemi luajtur me ekipin kombëtar. Do të përgëzoja Hysën për organizimin, Hysën Zmiani për organizimin e këtij turneu fantastik me 4 skuadrat, dhe shpresoj që këtë turne të tilla të bëjnë sa më shpesh, sepse realisht edhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme që të takohemi sa më shpesh për të krijuar
për të kujtuar nostalgjinë e viteve që kemi luajtur futboll dhe për të dhënë një ide për çka na kërkohet për brezat e rinj. Ilir Shulku, faleminderit për Faleminderit intervistën. juve. Marsi. Faleminderit juve.